Ja po e lejmë në këtë rast që të kuptosh që është Ati, Jahve në këtë rast. Ka rëndësi, prandaj kanë emrat vëlla motor kur flasim Zoti. Është një titull, po pyeti fetë e tjera thon Zoti. Por Zoti tonë ka një emër të veçantë që të dallohet, që është në këtë rast është Zoti i Izraelit, do thotë që ai që bëri besëlidhje me ta. Prandaj themi Yahweh, prandaj themi Elohim dhe jo emrat paganë të adhurimit të diellit. Elohim do thotë Zoti, është një titull, hynia që u jepet engjëve, jepet njeriu të shumë herë, siç e dim jepet njeriu Zoti ta them Ariana, po ku ta di unë. Shalom vlla Arian, për ju që është një ka plot Arian, por aty bekov. Shalom do të thotë bekimet e Atit vëlla motor, nuk do thotë vetëm paqe. Paqe është vetëm një fjalë. Kur themi shalom, themi në bekimet e Atit, urtësia, forca, hiri, mëshira e Tij janë plot, prosperiteti i Atit që dëshiron të na japi si rezultat i çfarë? I bindjes. Prandaj vëlla i thotë shalom vëlla motor, e them sepse po mundon që ti kërkoj Atit për bekim për jetën tënde. Dhe bekimi më i madh është vëlla motor fjala e Tij, që masandaj e dimë që mbetet për jetë. Fani. Pjetrit, Kefa ishte Kefa vëlla motor. Emri i tij vërtet, por nëse para Pjetrit 1:22, 25. Okej. Mbasi çfarë? Duke ditur vëlla motor që këtu Pjetri po e shkruan të 12 fisëve të Izraelit që ishin shpërndarë në Turqinë e atërshme, në 7 kishat që ishin në zbulesa. Po flet atyre të rilindur. Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me anë të çfarë? Me anë të bindjes. Ndaj së vërtetës, me anë të bindjes urdhërimeve, me anë të frymës, ti po shtyp mishin, se mishi nuk do të zbatoj ligjin, si natyrë rebelet ne nuk duan të zbatojmë urdhrimet e Atit për shkak të atij thumbit të mëkatit që vazhdoi të jetë. Por thot, çfarë ju takon juve? Ju do ta pastroni, thot. Shpirtrat tuaj me anë të ju takon juve, thot. Apo jo? Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me anë të bindjes ndaj së vërtetës. Dhe normal që shumë herë marrim të bindemi Mesias. Si do t'i bindemi Mesias? Duke ecur në urdhrimet e Atit,